Në Shtetet e Bashkuara, instalacioni Thinking of You, thirrje për dinjitet dhe drejtësi. Instalacioni i artit publik Thinking of You, i artistes konceptuale shqiptare Alketa Gjafa Mëripa, u prezantua në New York në Dag Hammarskjöld Plaza, pranë selisë së Kombeve të Bashkuara, gjatë sesionit të 70 Komisionit OKB-s për statusën e grave. Aktiviteti u kthye në një moment reflektimi dhe solidariteti me të mbijetuarat e luftës dhe dhunës seksuale në konfliktet armatosur dhe në shoqëri. Instalacioni i njohur ndërkombëtarisht përbëhet nga qindra fustane të varur në tela rrobash, një simbol i jetëve të prekur nga dhuna seksuale. Çdo fustan përfaqëson një histori njerëzore, dhimbjen e përjetuar, dinjitetin e mbrojtur dhe kërkesën për drejtësi që shpesh është vonuar. Në këtë mënyrë, një imazh i zakonshëm shtëpiak ndërtohet në një akt publik kujtese e ndërgjegjësimi. Në fjalën e saj, artisti Alketa Gjafa Mëripa theksoi se vendosja e instalacionit pranë Kombeve të Bashkuara i sjell historitë të mbijetuarve drejt për drejt në hapësirën vendimarrjes globale. Sipas saj, paqja nuk mund të ekzistojë pa pranimin e plotë të përvojës së viktimave dhe pa përgjegjësi për krimet e kryera ndaj tyre. Ambasadori i Kosovës, Berim Reka, kujtoi se gjatë luftës në Kosovë, mbi 21 gradë burra shqiptar u portonuan nga forcat serbe, ndërsa shumë prej tyre krimeve nuk janë ndërshkuar. Ai theksoi se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar dhe se instalacioni shërben si një kujtesë e fortë për komunitetin ndërkombëtar. Në aktivitet morën pjesë gjithashtu përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, aktivistë të mbijetuara të dhunës seksuale nga Kosova dhe vende të tjera të botës. Mes tyre ishin përfaqësues të OKB-s, të misioneve diplomatike dhe aktivistë shoqërisë civile. Instalacioni Thinking of You krijua fillimisht në Prishtinë në vitin 2013, ku në një stadium u mbush me mira fustane në solidaritet të rreth 20.000 grave dhe vajzave kosovare të përdhunuara gjatë luftës së viteve 98-99.